Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish për të zhvilluar një njësi të re nga lënda e matematikës. Për klasën e 5, mësimdhënëse Lumnie Rushiti, mbështetja teknike Gëzim Rushiti, Shkolla Fillore Komunale Bajram Shabani, Kumanov. Tema: numrat e plot, njësia mësimore të shkruarit dhe leximi i numrave të plot. E keni në librin e matematikës në faqen numër 5. Qëllimet e kësaj njësie mësimore që sot do ta zhvillojmë janë: nxënësit të shkruajnë, lexojnë dhe zbërthejnë drejt numrat katërshifror, të dallojnë vlerën vendore të çdo shifre të numrave katërshifror, të formojnë numra katërshifror nga shifrat e mundshme. Fjalë kyçe që sot do t'i përdorim janë zbërthim, vlerë vendore, shifër dhe abakus. Për ta lexuar dhe shkruar drejt një numër, së pari shikojmë sa shifra ka numri. Për shembull, 5278. Numri 5278 përbëhet nga shifrat 5, 2, 7 dhe 8. Do me thënë prej 4 shifrave. Atëherë me njëherë në rikujton se numrat 4 shifror fillojnë prej klasës së mijsheve, që do të thotë se numrin 5278 e lexojmë 5278 ose 5.000, numri përmban 5.000, 200, 70 dhe 80. Në formën e zbërthyer shkruajmë 5.000 plus 200 plus 70 plus 8. Me rëndësi është ta caktojmë vlerën vendore të çdo shifre duke filluar nga ana e djathtë e numrit, apo prej njësheve që gjithmonë janë të fundit, pastaj vinë dhjetëshet, qindëshet dhe mijëshet. E kemi të paraqitur numrin edhe në tabel me vlera vendore. Siç tham, fillojmë i radhisim numrat prej njësheve. Numri 8 ka vlerën vendore të njësheve. Shifra 7 ka vlerën vendore të dhjetësheve. Shifra 2 ka vlerën vendore të qindësheve dhe shifra 5 ka vlerën vendore të mijësheve. Kështu pra formohet numri 5278. Fillojmë me detyrat e dhëna në libër. Kemi detyrën e parë të parashtruar kështu: shkruaj numrat në formë të zbërthyer dhe me fjalë. Për ta zbërthyer dhe lexuar një numër shumë shifror, së pari duhet t'i numërojmë shifrat e tij. Ta caktojmë vlerën vendore të shifrave duke i radhitur nga njëshet. Për shembull, kemi në A detyrën e parë ose numrin e parë: 4982. Fillojmë nga ana e djathtë të caktojmë vlerën vendore të çdo shifre. Shifra 2 paraqet njëshet, shifra 8 paraqet dhjetëshet, shifra 9 paraqet qindëshet dhe shifra 4 paraqet mijëshet, që do të thotë se në formën e zbërthyer kemi 4000 plus 900 plus 80 plus 2, ose shkruar me fjalë tingëllon 4982. Në B kemi numrin 4 shifror që përbëhet prej shifrave 2, 0, 8, 2. Dhe kur e zbërthejmë kemi 2000, tani në vlerën vendore të qindësheve kemi 0, do të thotë që nuk kemi asnjë qindëshe. Kurse dhjetëshe kemi 8, 80 dhe 2 njëshe.
dhe lexojmë 2082. Dhe kështu me radhë te detyra numër C, 3226. Detyra numër D, 6534. Detyra numër 2 thot: çfarë paraqesin shifrat e nënvizuara te çdo njëri prej numrave? Shifrat e nënvizuara tek numrat paraqesin vlerën vendore të shifrës të saktuar, ose shkojmë të detyra numër A, nën A, që kemi numrin 6702. Shifra e nënvizuar 7 paraqet vlerën vendore të qindësheve, ose 700. Nën B, te numri 4550, shifra e nënvizuar 5 paraqet dhjetëshet, ose 50. Nën C, te numri 8999, shifra 8 paraqet mijëshet, që do të thotë kemi 8.000. Dhe nën D, te numri 2005, shifra 0 paraqet vlerën e dhjetësheve, do të thotë se nuk kemi asnjë dhjetëshe, 0. Vazhdojmë te detyra numër 3. Shkruaj numrat e paraqitur te çdo njëri prej abakusëve. Për ta formuar numrin 4 shifror në abakusët e dhënë, duhet të numërojmë rrathët apo rruazët nga ana e majt e numrit. Për shembull, në vendin e mijësheve kemi vetëm një rreth, që paraqet 1 mishe, ose numrin 1000. Në vendin e qindësheve nuk kemi asnjë rreth, do të thotë se kemi 0 qindëshe. Në vendin e dhjetësheve kemi 5 rrathë, që paraqet numrin 50. Dhe në vendin e njësheve kemi 3 rrathë, që paraqet numrin 3. Dhe kështu formojmë numrin 1053. Në abakusin e dytë, në vendin e misheve nuk kemi asnjë rreth, që do të thotë se 0 mishe, nuk kemi asnjë mishe. Vazhdojmë te qindëshet. Në vendin e qindësheve kemi 5 rrathë, ose 5 qindëshe. Në vendin e dhjetësheve kemi 1 rreth, ose 1 dhjetëshe. Dhe në vendin e njësheve kemi 6 rrathë, ose 6 njëshe. Dhe kështu e formojmë numrin 516. Të dashur nxënës, shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore, por me anë të detyrave të shtëpisë ju do ta përsosni edhe më mirë. Detyra numër 4 do ta keni për detyrë shtëpie, ku thot: te detyra numër 4 janë dhënë 8 karta me shifra, prej të cilave duhet të shkruani sa më shumë numra 4 shifror, kuptohet të ndryshëm. Shifrat e dhëna janë 5, 6, 7, 5, 0, 6, 9 dhe 3. Për shembull, unë kam zgjedhur 4 numra, 4 shifra të ndryshme, prej këtyre të dhënë që janë në detyrën e 4, dhe prej tyre do të formojmë numra 4 shifror të ndryshëm. Sa më shumë do të mundohemi që sa më shumë numra 4 shifror të ndryshëm të formojmë. Kam filluar prej numri 3, pasi që prej zeros nuk mund të formojmë numër të plot, atëherë numri më i vogël pas zeros këtu është numri 3. 3, 0, 5, 7. Dhe kemi fituar numrin 3057. Pastaj 3075, 3507. E kështu me radhë deri sa kemi arritur që të ndryshojmë të gjithë shifrat dhe të fitojmë sa më shumë numra. Juve ju mbetet që të provoni në shtëpi
duke formuar karta me letra, duke shënuar aty numrat, dhe në formë të lojës ta zgjidhni detyrën dhe të formoni sa më shumë numra të jetë e mundur. Ju dëshiroj shumë suksese dhe shëndet. Mirupafshim deri në orën e radhës.